Kthes e fort financiare nga 1 maj, kjo shenjë e horoskopit hyn në periudhë të ardhmë. Një periudhë e re financiare pritet të nisë për një nga shenjat e horoskopit, duke sjellë ndryshime të ndjeshme në të ardhura dhe stabilitet ekonomik. Nëse kohët e fundit keni qenë të detyruar të kurseni çdo qindark apo të shtyni pagesa, yjet tregojnë se situata mund të përmirësohet ndjeshëm. Sipas parashikimeve astrologjike, duke filluar nga 1 maj, një shenjë e zodiaku do të përjetojë një rritje të fortë të ardhurave fal ndikimeve pozitive planetare. Shigjetari në fokus. Bëhet fjala për shenjën e shigjetarit, e cila pritet jetë në qendër të vëmendjes astrologjike. Ndikimi i Jupiterit, planeti fatit dhe zgjerimit, thuhet se hap mundësi që kanë qenë të bllokuara prej kohësh. Kjo mund të përkthehet në ofertë papritura pune apo bashkëpunimi, kthim borxhesh të vjetra, fitime nga investime që më në fund të japin rezultat. Personat që punojnë në mënyrë të pavarur mund të shohin rritje të klientëve, ndërsa ata në marrëdhënie pune mund të përfitojnë rritje page, bonus apo ngritje në detyrë. Pse kjo periudhë është e rëndësishme? Muajt e fundit për shigjetarin janë karakterizuar nga kufizime financiare dhe nevoja për kontroll të shpenzimeve. Tani, me ndryshimin e ndikimeve planetare, pritet një lehtësim dhe një rritje më e dukshme e të ardhurave. Sipas parashikimeve, kjo mund të jetë një nga periudhat më të forta financiare për këtë shenjë në javët në vijim. Nga mund të vinë këto të ardhura, rritja financiare nuk vjen rastësisht, por nga disa burime të mundshme, projekte të reja apo pagesa të prapambetura, shlyerje borxhesh nga persona të tjerë, të ardhura nga prona apo financa të përbashkëta, burime shtesë jashtë punës kryesore. Kur këto burime kombinohen, efekti në buxhet mund të jetë i ndjeshëm. Kujdes nga këto gabime. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë për disa rreziqe: shpenzime impulsive për shkak të vetbesimit të tepruar, investime të pamenduara mirë, dhënie borxhesh personave jo të besueshëm, neglizhim i detyrimeve financiare si taksat, si të menaxhoni më mirë paratë. Një strategji e thjeshtë është ndarja e të ardhurave në 3 pjesë: kufizime dhe rezerva, shlyerje detyrimesh ekzistuese, investim në veten tuaj, arsim, shëndet, aftësi profesionale, planifikim paraprak, ndihmon gjithashtu për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Po shenjat e tjera, edhe pse shigjetari është më i favorizuar, ndikime pozitive mund të kenë edhe shenja të tjera: Dashi dhe Luani, përmes bashkëpunimeve, binjakët dhe peshorja, me rritje graduale të të ardhurave, peshqit, gaforia dhe virgjëresha, duke mbyllur çështje financiare të vjetra, britsjapi, demi, akrepi dhe ujori, duke reflektuar mbi menaxhimin e financave.